Sot Malina e di që ke qenë e zënë edhe në këto ditët e shkuara, sepse kanë ardhur, janë bërë homazhe deri tani, kemi parë edhe përfaqësuesë shqiptar atje, po doja të të pyesja për ditën e nesërme. E di që do të presësh presidentin sot. Ditën e nesërme, nga kush përfaqësohet Shqipëria në funeralin e Papa Franceskut? Atëherë, unë tani pas pak dalë të presë delegacionin që vjen që kryesohet nga presidenti i Republikës. Pra do jetë presidenti i Republikës me bashkëshorte, do jetë ministri i jashtëm, do jetë një ministri tjetër dhe unë, pasi delegacioni është i vogël, nga që vijnë nga gjithë bota, është lejuar që të jenë vetëm 5 persona nëse kryesohen nga president ose kryeministër, dhe 3 persona nëse do kryesohet nga një autoritet me nivel më të ulët. Por në këtë rast jemi 5 nesër, pasi kryesohet nga presidenti i Republikës. Po ndërkohë Papa Francesku është quajtur si Papa i popullit, sepse zgjodhi thjeshtësinë, shpeshherë takime pa protokolle për njerëzit e thjeshtë, për njerëzit në nevojë. Do doja të dija nga ana juaj, zonja ambasadore, çfarë vlerësonit më shumë tek figura e Papa Franceskut dhe misioni i tij, por edhe çfarë do të lërë ai pas trashëgimia e tij? Unë siç e thash, do të themi Papa mund ta them me bindje më ka veçuar. Ka pas një respekt dhe dashuri të veçantë ndaj personit tim. Dhe thash edhe ndaj Shqipërisë. Unë e kam ndjekur që në emrimin e Papës, pasi dilja çdo ditë pra morëm pjesë tek mesha e dorëheqjes së Papa Benediktit dhe pastaj gjatë të ditët e konklavit që u mblodhën kardinalët për të emëruar Papën e ri, dilja në sheshin e Shën Pjetrit në oraret që dinim që konklave pas pak do dalë tymi. Kështu që menjëherë nga zyra në sheshin Shën Pjetër, dilte tymi i zi, deri atë pas dite në orën 6 kur doli tymi bardhë, po binte shi, pjaca sheshi Shën Pjetër ishte i mbushur plot me besimtar. Dhe del Papa dhe thashën, e kujtoj që aty ai zgjolli thjeshtësinë dhe u kuptua se si ai po e zgjell misionin e tij. Pra doli me atë thjesht mirëmbrëma. Pastaj edhe emri që u zgjoll, sepse u zgjoll emri në nder të shejtorit Francesku i Azizit, i cili edhe ai bëri shumë për të varfrit. Ishte më vjen shumë mirë që e përmend këtë. Është i pari Pap Francesc, është Francesku i parë, pra se askush nga papat e mëhershëm nuk ishte përdorur emrin e Franceskut, dhe ai e zgjodhi si jezuit, sepse Francesku ishte një njeri i cili refuzonte pasurinë edhe mirëqenien për t'i shërbyer popullit edhe Zotit. Eksakt. Për të vlerësuar edhe kjo. Po cili ka qenë edhe reagimi i komunitetit shqiptar aty? Besoj edhe në meshën e nesërme do të jenë prezent qindra besimtarë shqiptar. Në meshën e nesër, po, kemi qenë në kontakt edhe me njëri nga Priftrit, i cili po Don Kodrari, i cili po bën mbledhjen e komunitetit shqiptar për të marrë pjesë nesër. Numrin nuk e di se sa mund të jenë dhe se sa do nglidhem, sepse duke qenë shumë angazhuar edhe me pjesën e delegacionit zyrtar që do jetë i pranishëm, por janë shumë, aq sa kam arritur të komunikoj me... Ke marrë mesazhe për tyre? Të kanë shkruar? Ditët e para, momentin e parë që do pyesnin vdiq Papa, sikur donin konfirmim, edhe pse tash nuk ishte dalë, ishte salla e Shtëpisë Vatikanit që doli dhe lajmi.
Por para ditën e ditës së hënë, 21 prillit, pata shumë mesazhe, pra për të marrë konfirmimin. Pastaj i ka pas mesazhe si është e mundur, si mund të bëjmë që të futemi. Po ai reagimi i ditës parë, edhe pse kishin dëgjuar lajmin, i cili bëri publikisht, prapë sikur nuk e besonin edhe kërkonin konfirmimin tuaj. Çfarë po thuhet? Ka vdekur papa? Edhe kur ishte në spital janë interesuar, sepse për fat keq edhe kur papa ishte në spital dolën shumë lajme, papa ka vdekur, pra lajme nga gazeta të ndryshme. Po teori konspirative që ka vdekur por nuk e tregojnë. Po nuk e tregojnë, po. Edhe aty dërgonin shumë shqiptar, po edhe jo shqiptar që pyesnin, po është e vërtet që ka vdekur papa, se po që ka vdekur por nuk e tregojnë. Në qartë. Në fund Majlina, do të pyes edhe për ose të jap mundësinë të thuash dy fjalë për rëndësinë që papa pati, jo vetëm ndaj kishës katolike shqiptare, por ndaj kombit shqiptar në përgjithësi, sepse e kemi parë, e kemi ndjerë që ka pasur një vend veçantë. Zemra e tij ishte e madhe, kishte vend për gjithë popujt sigurisht, por me martirët e kishës, nderimi që u ka bërë atyre, shenjtërimi i Nën Terezës, etj. Më thuaj dy fjalë për lidhjen. Në 2016 kemi të gjitha këto që ju përmendët, është shenjtrimi i Nën Terezës, është Don Kardinali Ernest Simoni, pra që tashmë është kardinal, por ishte Don Ernest Simoni, kur Papa Francesku erdhi në Shqipëri dhe dëgjoi dëshminë e tij, dhe ndërkohë që dëgjonte dëshminë e tij, Papa derdhi lot, sepse e preku shumë dëshmia e kardinalit Simoni, dhe me të kthyer pastaj në Rom, filloi procedurat për ta emëruar kardinal, dhe kështu që në 2016 kemi një kardinal shqiptar, kardinali Ernest Simoni, shenjtrimi Nën Terezës, dhe kemi 38 martirët të cilët u lunuan, dhe Kisha Katolike u shtua me të lumë që me kalimin e kohës do të shenjtërohen, do të shenjtor. U shtua Kisha Katolike u pasurua me dy të tjerë të lumë në nëntorin e vitit 2024. Ishte atë Luigi Palic e Don Gazulli, Gjon Gazulli. Kështu që për Shqipërinë bëri, domethënë vazhdoi siç e ringriti në këmbë, le të themi, Kishën Katolike Papa Gjon Pali II, sepse emëroi peshbit e parë, kështu që dhe Papa me njëherë procesi i lumimit që kishte filluar vite më përpara, Papa Francesku arriti lumnoi. Dhe mua më ka bërë përshtypje, kam qenë patjetër shumë e lumtur që Papa ka treguar gjithmonë këtë veçanti ndaj Shqipërisë, natyrisht ndaj personit tim gjatë këtij misioni. E për çudi, dhe personi i fundit që ka atakuar, siç thuhet paktën, edhe në video që kemi parë, është një fëmijë shqiptar. Po. Në vërtetë edhe video që qarkullon, po është. E keni parë, besoj. Po, e ka shpërndar Dom Gjergjimeta. Shumë interesante. Ka lënë një gjumë shumë madhe në historinë tonë. Kjo është video, pra, që siç kuptojmë, kjo vajzë, un po dyshoj që është një vajzë nga veshja, është një fëmijë shqiptar. E kanë marrë nga një familje që jeton në Gjermani, po. Po ka kaq shumë shqiptar atje. Kjo ishte dita e fundit e Papa Franceskut në të gjallët e tij kur ka bekuar këtë fëmijë. Kemi marrë edhe bekimin e fundit të tij, thënë ndryshe.